emisionit njerëzim dhe mund gabojmë. Dhe kur gabojmë duhet kërkojmë falje, dhe unë nëse duhet për diçka të kërkoj falje nga qytetarët e Vushtrisë, është padyshim fakti që nuk kam punuar dhe më fort që të kemi 100% ujë në të gjitha familjet e Vushtrisë. Vje keq për qytetarët e Shallcit, për qytetarët e Ortakullit, edhe të Tridumnicave, edhe të Stanovcit Tepëm, që nuk kemi punu edhe më fort me ju siguru ujë. Por kemi pas vullnet dhe kemi pas gatishmëri dhe kemi punu tepër fort. Kur kam fillu projektin e Ujëselcit... A keni pasur kompetenca ju për të zgjidhur atë çështje apo jo? Kompetenca nuk ja ndalon asnjë ligj komunës së Vushtrisë që të investojë në rrjetin e Ujëselcit dhe këtë rrjet ja jap pastaj në menaxhim kompanisë rajonale të Ujëselcit, që është Mitrovica. Dhe ne natyrisht që kemi shfrytzuar të drejtë dhe kemi investuar bashkë edhe me qytetarët për të sjellur ujin në Vushtri. Kur kemi ardhur në Vushtri, unë betohem që nuk kam ditur që uji me ramje të lirë nuk del si për 2 kanaleve të Iberlepencit, në 2 anë të Vushtrisë, dhe qytetarët e Vushtrisë e din për çka po flas. Edhe në anën lindore, edhe në anën perëndimore, për shkak se rezervuari i ujit në Balencë është vendosur në alësim mbidetare jo shumë të lartë, uji me ramje të lirë në 2 anët e kanalit të Iberlepencit nuk shkon më tutje. Kur kemi filluar implementimin e projektit të Ujëselcit, kemi parë, më kanë treguar inxhinierët e komunës që atje në altë nuk del uji me ramje të lirë. Dhe pastaj bashkë me qeverinë zvicerane dhe me ambasadën zvicerane këtu jemi angazhuar në një projekt ku kemi ndërtuar 2 rezervuar të ujit, njërin në Bequk dhe tjetrin të Danovit dhe 2 stacionet pompimit për të vendosur ujin e pijës në një nivel mbidetar më të lartë në fshatin Bequk që të furnizojmë Shallcin dhe krejt Ortakullin dhe në Dumnicë që të furnizojmë Tridumnicat dhe Stanovcin e Epërm e po ashtu edhe Ropicën, edhe Vilancin nga kjo pjesë, sepse ka mjaftueshëm ramje të lirë, por që pandemia Covid na pengoi në atë periudhë që ta përfundojmë këtë projekt brenda 4 viteve. Le të kujtojmë kushtrim që në 2019 filloi pandemia Covid. Në 2020 shumicën e vitit komunat nuk kanë punuar sepse ka pasur masa kufizuese nga pandemia dhe po ashtu nga viti 2021. Por përkundër kësaj, ashtu siç e kemi zgjedhur problemin e mbeturinave për 6 muaj për qytetarët e Vushtrisë mandatin e parë, duhet të punonim edhe më shumë që të zgjidhim edhe problemin e ujit. Dhe jam i bindur që vetëm me 3 muaj punë angazhim zgjidhet ky problem, sepse rezervuari absolutisht gjithë komunat, gjithë afshatrat, sepse rezervuari në Bequk është i ndërtuar, ka qenë i ndërtuar që 4 vite dhe qytetarët e dinë që ka qenë i ndërtuar. Rezervuari të Danovit është i ndërtuar dhe qytetarët e dinë, e kanë pa. Por nuk ka pas vullnet dhe gatishmëri nga kjo qeveri. Madje arsyetimi se ne kanë marrë parët mësimdhënësit është ofendim për mësimdhënësit, sepse mësimdhënësit nuk kanë marrë asgjë tjetër veç se djersën e tyre të ballit që ju ka takuar me ligj dhe me kontratë kolektive. Megjithatë ka shkaktuar probleme në shumë projeksione. Jo në komunën e Vushtrisë, sepse komunës e Vushtrisë i kanë tepruar 7.4 milion euro për 4 vite në suficit dhe kjo komunë ka zgjedhur që 3.2 milion euro me investu në një projekt korruptiv në parking nëntokësor në qendër qytetit.